Të dashur miq, ja ku takojmë bashkë në emisionin Këndi i Diskutimit. Në Kosovë një maj e gjen punëtorin mes të drejtave të garantuara në letër, por edhe mes sfidave të shumta dhe ende të pranishme në realitetin e vendit të punës. Për këtë temë do të flasim sot me kryetarin e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, doktor Adhe Hykollin, me cilin do të trajtojmë këto probleme të punëtorëve në Kosovë. Nderuar, kënaqësi që jemi bashkë në këtë emision. Faleminderit edhe për ftesën, faleminderit sepse ju gjithmonë transmetoni informacione të dobishme në publik. Kështu që jam i kënaqur që jam në mesin e juve. Është nëse edhe për neve. Si përshkruani gjendjen e punëtorëve për momentin në Kosovë? Po, gjendja e punëtorëve për momentin në Kosovë nuk është e mirë, për arsye se edhe ju e thatë vetë se në letër apo ligjet i kemi të mira, mirë po në realitet nuk ekziston kjo gjë, nuk kemi shumë siguri në punë, nuk kemi kushte të mira, domethënë të punës, nuk kemi marrëveshjen e përgjithshme kolektive e cila ju ndihmon shumë të punësuarve në Kosovë që të mbrojnë drejtat e veta, si dhe kemi shumë gjëra që ne, domethënë si BSPK, domethënë i bëjmë them kështu, kërkojmë dialog social me partnerin social për të drejtat e punësuarve në Kosovë. Dhe vazhdimisht është folur për përmirësimin e gjendjes së kushteve të punëtorëve në vendin tonë. Janë të pakta, të vogla, apo nuk ka pasur përmirësim? Po, unë mendoj se s'ka pas shumë përmirësim, për arsye se, domethënë, gjendja nuk është shumë e mirë. Ne prapë kemi vdekje nëpër punë, kemi nëpër miniera të ndryshme që edhe uji nuk është i rregullt për pastrim, kemi elektroekonominë e Kosovës që krijon, domethënë, oksigjen jo të duhur për të punësuarit, domethënë këto janë kushtet më elementare që i kemi. Mirë po edhe nëpër institucione, domethënë nuk janë kushtet ashtu siç ne, domethënë si BSPK mendojmë së paku, domethënë t'ja bëjmë një rehati të punësuarve në Kosovë. Domethënë krejt këto janë sepse ne nuk kemi Këshillin Ekonomiko-Social, i cili Këshilli Ekonomiko-Social i takon 3 aktorët kryesor, partnerin social, punëdhënësin edhe sindikatën që të bisedojnë për kushtet e të punësuarve në Kosovë. Dhe kjo është arsye pse çalon zbatimi i ligjit? Po kjo është tani në fakt edhe pse kërkesat tona non-stop janë që ligjet të hecin përpara, mirë po, domethënë kur nuk kemi dialog social me 3 partnerët social, atëherë problemi është se gjërat nuk hecin ashtu se çush e kërkon ligji. Dhe nuk duhet të ndalem te komentimi i ligje, mirë po, a vlerësoni se ligjet në Kosovë janë të përshtatshme për vendin tonë, kur flasim për punëtorët dhe për punën dhe për vendin e punës? Po tash këtu është edhe problemi. Ne, domethënë, si Kosovë nuk kemi bërë një hulumtim pak më të thellum. Se sa do të ishin të zbatueshme ato ligje? Sa të ishme. Mirë, po flas edhe ligjet kur kanë ardhur në shqyrtim në parlament të Kosovës. Për arsye se, domethënë, ne kemi marrë ligjen ndoshta nga pak edhe prej Bashkimit Evropian edhe shteteve për rreth të cilat domethënë neve nuk na bin shumë tamam. Kështu që kjo është ndoshta që është një ngecje që nganjëherë ligjet të na duken që janë të shumë të përshtatshme për BE-n se ne do të jemi një ditë pjesë e tyre, mirë po nuk e di se sa janë të zbatueshme që i plotësojnë kushtet domethënë të punësuarve në Kosovë. Kemi nevojë për një fazë gradualiteti në përshtatje të ligjeve? Po patjetër, dhe neve dhe na duhet t'i bëjmë këto për arsye se tash domethënë ka ndryshuar edhe ligje, domethënë jo vetëm këtu te ne, po edhe në vende tjera. Domethënë do të shohim se si mund t'ja bëjmë që nëpër institucione nganjëherë mund të punojnë edhe nga shtëpia, domethënë çka ka të keqe këtu. Ose të shohim format e tjera të përshtatjes së punës, domethënë të punësuarve në Kosovë. Zakonisht na nganjëherë i shohim kushtet e punës veç një karrikë dhe një tavolinë të cilat
edhe sot si plotësojnë kushte, sepse dhe karrika duhet të jetë e përshtatshme për punën që e bëjnë. Mirë, po tash ne duhet bëjmë hulumtime dhe domethënë nuk po them vetë si sindikat, po si shoqëri në përgjithësi, që t'ju përshtatet domethënë të punësuarve në Kosovë, domethënë jeta. Dhe për momentin në Kosovë, cilat janë sfidat kryesore të punëtorëve në vendin e punës, sepse ju përfaqësoni sindikatat dhe të gjitha llojet e punëve. Po, fillimisht po them paga është e ulët. Do të thonë në sektorin privat dhe publik është gjë më elementare. Do të thonë këtu nuk për arsye se nuk kemi marrëveshje kolektive. Po ta kishim marrëveshjen kolektive, do të thonë do të kishim një situatë pak më ndryshe për arsye se këtu do të kërkonim do të thonë kushtet më të mira të punësuarve. Më pastaj do të thonë kjo është do të thonë ai hapi i parë. Edhe se kishim ngritje të pagave pas kohë. Ishin mirë po krahasimi me çmimet që i kemi në Kosovë, pagat nuk e plotësojnë kushtet një mujore. Në fakt, paga 13 ishte një farë lloj infuzioni të për të punësuarit. Për një kategori të punësuarve. Po, për një kategori. Po dhe këto është bërë një diskriminim shumë i madh për arsye se nuk kemi pas për shembull ndërhyrje të sektori privat. Në të sektori privat ata bile kemi ende probleme edhe të sektori privat për arsye se ende nuk është bërë krahasimi i pagës minimale me pagën që e marrin të punësuarit në Kosovë, ose konkretikisht për shembull ata që jemi mbajtur në Universitetin e Prishtinës. Edhe jo vetëm në Universitetin e Prishtinës, po që janë kompanitë e ndryshme që punëtorët domethënë kanë kërkesa edhe janë të zhgënjym shumë pse domethënë paga minimale nuk është bërë barazvlera pagës minimale me pagën që e marrin ata. Këto janë kushtet më minimale për pra kur flasim për pagën. Pastaj në anën tjetër informaliteti është problem. Po informaliteti është problem, domethënë shefja punës këto kemi domethënë që sepse domethënë kur është paga vogël, mandej edhe informaliteti vjen shprehje për arsye se i punësuari them kështu e merr pagën edhe ndoshta e merr edhe një farë lloj bonusi, po domethënë nuk është i regjistruar kërkun hiç. Domethënë tani kur vjen puna e pensionimit dhe gjëra tjera, do të jetë shumë keq për ta. Kjo është ajo që neve domethënë kërkojmë non stop. Dhe ajo që është jetike, që shpeshherë është diskutabile, është çështja e sigurisë në vendin e punës. Po, çështja e sigurisë në vendin e punës, edhe këto e mora si shembull pak më herët Këshillin Ekonomiko-Social. Kemi ne për shembull shumë pjesë të vendit që nuk ka siguri fare. Fjala vjen te pikat e karburanteve ose që ne i quajmë në zhargonin popullor pompat e benzinës. Domethënë ata nuk kanë kurfar një lloj siguri ose nuk kanë një farë lloj trajnimi sepse nuk kanë kodet që i marrin nga Këshilli Ekonomiko-Social që domethënë nuk kemi që gati 2 vjet, edhe për shembull nëse normalisht ne po kërkojmë për inspektoriatin që ata të bëjnë diçka mirë, po inspektoriati punës shkon në momentin kur ndodh aksidenti, na çka të bëjmë para se të ndodh aksidenti. Kur të ndodh aksidenti, atëherë ne po shkojmë gjithë dhe po e themi një fjalë se qoftë e fundit ose gjëra tjera mirë, po prapë domethënë gjërat pra ndodhin. Orari i punës në Kosovë si është? Orari i punës, domethënë prapë po kthehet te sektori privat, nuk është në rregull. I kemi për shembull në për gastronomi, po dhe ndërtim që nuk respektohet fare. Domethënë këto janë gjëra që domethënë ne kemi kërkuar shumë herë nga inspektoriati i punës që ata dalin më shpesh edhe të shohin. Pra punojnë më gjatë se sa që... Po, punojnë më gjatë, domethënë jo orarit e torë, po ata punojnë 10 edhe 12, ka që punojnë edhe 12 orë. Dhe kjo sigurisht që është e përfshirë edhe me ligj që të kompenzohet. Po, edhe atje është me dalë s'po të kompenzohet, domethënë kjo pjesë, domethënë sado kudo, domethënë do të një farë lloj mbështetje financiare për të punësuarit, mirë po ata me pagën që e marrin domethënë e tejkalojnë edhe orarin e punës që nuk zbatohet që të mbështeten me mjete financiare. Le të qëndrojmë te çështja e sigurisë edhe më tej dhe rastet që ndodhin në vendin e punës. Sa shqetësuese janë rastet e lëndimeve apo edhe të vdekjeve që po ndodhin në vendin e punës? Po janë shumë shqetësuese. Unë thash prapë sepse
ne nuk po kemi edhe mekanizma të tjerë, domethënë që ta parandalojnë këtë, thash edhe një herë, sepse nuk kemi një këshill ekonomik që i bën kodet e veçanta që për shembull kemi ekspertë që shkojnë edhe sadokudo bëjnë trajnime për të punëdhënësit që ata të mbrohen nga rreziqet. Tani rreziqet po i kemi në stop, po i kemi. A mendoni që këto raste ndodhen më shumë si pasojë mungesës së sigurisë në punë apo mos zbatimit të rregullave të punës? Po, ndoshta të dyjat janë nganjëherë zakonisht mos zbatimi i rregullave të punës është njëra ndër çështjet që domethënë tani kemi edhe vdekjet ose lëndimet e punëtorit. Që i bie është përgjegjësia e punëtorit apo jo? Jo, është përgjegjësia e punëdhënësit. Mos zbatimi. E përgjegjësia e punëdhënësit është në start. Mirë po dhe punëtori nganjëherë ndoshta duke mundu me mbajt punën e vet, domethënë rrezikon edhe jetën e vet, neglizhon edhe pasojat. Domethënë këto janë gjëra sepse nuk jam shumë i interesuar për shembull për këtë punën e ligjit, sa jam interesuar se si të mbrohet domethënë i punësuar nga lëndimet të punës. Zotëri Kolli, ne të gjithë si qytetarë shohim në ndërtime të larta, ko pas kohë që punëtorët nuk mbajnë të paktën ato pajisje që duhet t'i kenë, pra kapelat e kështu me radhë, ndërsa disa të tjerë po. Pra, a duhet të ndahet përgjegjësia këtu mes punëdhënësit dhe punëmarrësit apo shkon në një anshmëri? Jo, këtu domethënë duhet të jetë përgjegjësia qëndrojnë pa kapele, përdorin telefona në një lartësi. Punëdhënësi domethënë duhet të ketë rregullat e veta që domethënë të gjithë punësuarit domethënë të kenë mjetet mbrojtëse për punën që e bën. Për ndryshe të mos lejohet që të punojë. Po, te sektori privat kemi edhe një problem tjetër, sepse është problem që të kemi organizim sindikal, domethënë një organizim sindikal, po ta kemi një organizim sindikal më të njëmendshëm, atëherë domethënë ne do të ishim edhe shumë më të vazhdueshëm. Po, arsyeja është sepse ata nuk kanë shumë numër për shembull të madh të punësuarve, edhe dyta, domethënë punëdhënësit kam provu disa shumë herë, edhe nëse të provojmë, po punëdhënësit domethënë nuk janë të interesuar që kenë sindikatën mbrana për mbrana, ndërsa punëtorët domethënë kur e shohin këtë gjendje, domethënë ata nuk e marrin shumë përgjegjësinë sepse kanë frikë që mund të largohen për punës ose diçka tjetër. Kështu që kjo është ajo tani që neve domethënë nuk kemi shumë informacione, të them kështu, domethënë në sigurinë punë. Domethënë vetëm domethënë ne mbas asaj se çka i shohim, unë për veten time çdo ditë, çdo mëngjes domethënë shoh se çush ka televizi, se si, domethënë ata që ata edhe ju, ata e kryjnë punën pa ato mjetet mbrojtëse që janë ndoshta shumë minimale që spaku, bile lëndimet me qenë pak më të vogla, domethënë punë. Dhe a kemi të bëjmë gjithmonë me mosbatim të ligjit, me mungesë të sigurisë nga ana e punëdhënësit, apo edhe me mungesë të kulturës së shfrytëzimit të elementeve të sigurisë në vendin e punës? Po tash zgjeta prap hyn me një po më së shumti është mos zbatimi i ligjit, domethënë ligji duhet të jetë i barabartë për të gjithë. Domethënë të siguria në punë duhet që zbatohet ligji, që të punësuar duhet i kenë pajisjet e domosdoshme për mbrojtje. A mjafton vetëm inspektime të kemi në vendet, në punishtet ndryshme, apo duhet bërë diçka më shumë në të drejtim? Po, unë thash edhe një herë, domethënë është ajo pjesa që do të kemi sa më shumë, domethënë trajnime të ndryshme, do të kemi sa më shumë fletpalosje që të shpëndarëve të punësuarve, edhe sa më shumë të kenë informacione ata për ligjin e punës, se sa ata i mbron ligji, për arsye se ndoshta nganjëherë kanë pas siguri sepse nuk kanë shumë informacione, domethënë për punën që e bojnë ata. E që kur ka kontrata, pastaj aty edhe janë të shkruara të drejtat dhe detyrimet. Kjo është edhe një problem se është një pjesë që nuk kanë kontrata fare, edhe informaliteti, që përmendet më herët. Që është, domethënë, çdo herë është kam frikë që do të jetë gjithmonë, domethënë, Kosovë, domethënë,
një diçka që nuk bën me leju, do të thonë, as punëtori vetë, as punëdhënësi, as një institucion. Inspektorati punës, sipas vlerësimit tuaj, e kryen mirë rolin që ka në Kosovë? Po, zakonisht, do të thonë, kërkesat më të mëdha kemi te inspektorati. Ne shpesh, do të thonë, thashë edhe njerëz, inspektorati po e kryen punën ndoshta nganjëherë, po masi po ndodhin, do të thonë, aksidentet në punë. Do të thonë, kjo është ajo që ka mungesë kapacitetesh? Po nuk është çështje jonia, do të thonë, shteti do t'i bëjë inspektorët atë sa duhet, një jetë njeriu, do të thonë, një jetë njeriu të humbur, do të thonë, s'ja vlen as puna as një gjë tjetër, do të thonë. Unë thash edhe një herë, duhet të kemi inspektoriati, do ta bëjë një fillimisht do tërheq vretjen edhe të parandalon, do të thonë, deri te aksidenti. Kur shkojmë te aksidenti, edhe kur shkojmë te aksidenti më pastaj, do të thonë, nuk mjafton me reagimet. Ndoshta aty pari kemi forcat e mëdha të policisë, të inspektorëve, mirë, po ne kur po vjen çështja e dënimeve, do të thonë, nuk po shoh që ka dënime për jeta të humbura, ose dënime sa meritohet, se po t'i kishim disa dënime kështu edhe publike, atëherë do të thonë do të jetë një kujdes pak më i veçantë i inspektoratit, do të thonë edhe ata do të ishin më prezent çdo ditë në vendet e punës. Dhe si Bashkimi i Sindikatave të Pavarur të Kosovës, keni bërë hulumtime në këtë drejtim? Pse nuk ndodhin dënime, apo cilat kanë qenë shkaqet reale të lëndimeve apo edhe të vdekjeve në vendin e punës? Po zakonisht do të thonë vdekjet janë për kushtet e punës, do të thonë kushtet e punës do të thonë shkojnë deri te lëndimet, mos tam te vdekja, te lëndimet e punësorëve në Kosovë. Hulumtimet është problem me i bë për arsye se nuk ka një bashkëpunim mes për shembull të punësuarit edhe sindikatës ose edhe domethënë organizatave të tjera. E kam fjalën pasi që dalin raportet pas lëndimeve, sepse raportet gjithmonë në raportet që dalin interesant, raportet gjithmonë bëhen pak si të mshefta. Domethënë nuk dihet sa zgjat procedura, domethënë këtu na nuk kemi informacion, po të kishim një databazë për shembull, të shohim ne do të reagonim më një herë. Mirë, po është edhe ajo tjetra që të them, si në thojza, pajtimi mes punëdhënësit edhe ndoshta familjes të punësuarit me një shumë të hollash që ndoshta familja ka nevojë për çast shumë të hollash. Domethënë janë do gjëra të them kështu edhe të dhimbshme si pasojë e kushteve të punës që ne i kemi. Dhe problemi kryesor nuk qenë ka pra të ligji, por të zbatimi i ligjit. Të zbatimi i ligjit, po. Mirë, ne do të shkputemi tani për pak çaste, dashur miq, rikthehemi pas pak për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni. Vazhdojmë tuti dashur miq, po shoqërojmë me emisionin Këndi i Diskutimit, po flasim me doktor Adhe Hykollin nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, pra kryetarin e saj. Zotri Hykolli, punëtori përveç se ka të drejta, ka edhe detyrime në vendin e punës. Sa përgjegjësi kanë vetë punëtorët në vendin e tyre të punës për mënyrën se si do të shkojë mbarvajtja e asaj punës që kanë marrë përsipër? Po tash kjo është një diçka tjetër se ata i kanë. Pra, le të flasim në një mënyrë të balancuar. Balancuar. Ata i kanë domethënë departamentet brenda për brenda dhe domethënë rregullohet çështja e punës. Domethënë ne si Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës në momentin kur i kemi antarë tonë, ne fillojmë domethënë me pa kushtet e punës edhe formën e punës që i punësuari e ka. Ndërsa kjo pjesa tjetër është domethënë çështja e rregullimit brendshëm që është e rregulluar nëpër institucione. Mirë, po nëse për shembull është një diçka që të punësuarit nuk e kryen punën ashtu që kërkohet, domethënë ne
nuk e mbrojmë ato, nëse nuk është diçka në rregull dhe nuk shkon në rregull. Përndryshe, kjo është çështje nëse ai për shembull penalizohet për punën që se ka bërë, nuk kemi edhe çush e mbrojmë për arsye se këtë shtet do të ndërtojmë të gjithë, krahas partnerëve sociale dhe ne jemi për me mbështet, të punësuarin që shteti me ecë përpara dhe patjetër ne obligimet që kemi duhet të i kryejmë në mënyrë të sinqertë dhe në mënyrë të pra të përbahemi kontratave. Do të më përbahemi kontratave. Dhe si mund balancohet përgjegjësia mes punëdhënësit edhe punëmarrësit? Po tash, punëdhënësi ka punën e vet që do të më këshyr punësuarin. Punësuari do të me u përshtat vendit punës, kontratës që e ka dhe kështu do të jetë balancimi. Mirë po, në përgjithësinë nuk kemi këse vërejtjesh për shembull në s'paku të them të antarët tonë që nuk ka qenë diçka dhe derisa për shembull si jam thirrur kur në farë komisioni disiplinor ose dikon me dëgju se çka ka ndodhur me të. Për arsye se unë mendoj se përgjithësinë jashtë në Kosovë punën e dojnë. Ato që unë kom një mundu me orientu edhe me po, jashtë punën e dojnë edhe janë profesionistë për ato që është të tjera. Mirë, është një tjetër problem i fuqisë punëtore në Kosovë. Sa është shqetësuese ikja nga vendi, migrimi i fuqisë punëtore? Kjo është një temë që do të më ullë të gjithë dhe me diskutu. Ne dim që Kosova e ka moshën më të mirë, rinin e ka moshën më të mirë që ne do të bëjmë diçka shumë më shumë. Do të patjetër që të hapim vendet të reja të punës, po jo veç vendet të reja, po dhe të stimulojmë me paga, jo veç ata, po dhe të tjerët me paga që ai spaku të bën një jetë normale në vendin e vet ku jeton. Kjo është, unë të them edhe një herë, është një shqetësim i madh, për arsye se është në rritje, pra migrimi. Është në rritje edhe është shqetësim i madh, për neve ne duhet patjetër që bëjmë programe të ndryshme për rinin që t'ja bëjmë këtë vend të mirë. Ky vend është i mirë, është i dashur, njerëzit janë të mirë dhe kështu që do të më ofru veç kushte më të mira të punës që ata mos me lë vendin edhe me pra është paga dhe kushtet e punës arsyeja pse po migrojnë? Po njëra ndër to është paga, unë thashë edhe një herë paga është Kosovë është e ulët për çmimet që kemi dhe për koston e jetës që kemi ne. Në anën tjetër, 1 maj në të gjithë botën shënohet si ditë për të paraqitur problemet, sfidat dhe për protestuar, themi kështu kushtimisht. Ndërsa punëtorët në Kosovë manifestojnë ndryshe këtë ditë. Është thuajse ditë feste për punëtorët në Kosovë. Po, zakonisht në gjithmonë e them se ne, çdo ditë, si bashkimi sindikatave të pavarura, bëjmë kërkesë, të punëdhënësit për të drejtat të punësuarve në Kosovë. Mirë po nga njerë dhe situata politike ta imponon se çka të veprosh. Për shembull, ne deri tash nuk kemi pas institucione, gjithmonë në festat këto festa që janë, nuk po kemi institucione dhe në momentin kur nuk ke institucione, çka do të bësh. Mirë po, nga njëherë, kur ne dhe diskutojmë, ndoshta sikurse edhe televizioni ju që ka një emër shumë të këndshëm, Paqja, do të diskutojmë me punëdhënësin edhe punëmarrësin edhe të punëtorët që të ketë një farë paqe në atë kuptimin që të punësuarit, Kosovë të kenë kushtet shumë të mira të punës. Për arsye se çdo herë duhet jetë festë 1 maj, çdo herë ne duhet të kërkojmë, çdo herë do të protestojmë edhe puna jonë është për kushtet e punës. Kur sindikatat organizojnë protesta, kemi një pjesëmarrje jashtëzakonisht të vogël të punëtorëve. Në Kosovë të tjerët janë në vendet ku festohet. Po, keni të drejtë në fakt. Pastaj në anën tjetër, kur paraqiten problemet... 2 vitet e fundit, ndoshta ka qenë se numri nuk ka qenë shumë i madh, mirë, po pak më herët, kur i kemi organizu, ka pas shumë pjesëmarrje. Thash edhe një herë, arsyeja është se po jemi në për situata dhe ne, për shembull si bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës, që këto momente, ne mund të protestojmë, po kujt i drejtohemi tash. Mos kemi
një situatë tjetër në Kosovë që nuk kemi institucione që do të vendosin, do të thonë tash jemi prapë në zgjedhje. A mbajnë mjaft takime me punëtorët, organizime nga ana e sindikatave për të njoftuar për të drejtat e tyre? Keni pasur aktivitete gjatë këtyre ditëve? Po patjetër, do të thonë aktivitetet tona kur nuk ndalen krahas kësaj na ne të drejtat e punëtorëve, do të thonë ndoshta edhe këto harrova që të them në fillim, ne për shembull jemi pjesë e gjitha institucioneve ndërkombëtare. Jemi pjesë edhe Këshillit Ekonomiko-Social Evropian, ku ne të vetmit si sindikat. Po, do më të si BSPK që ne i trajtojmë drejtat e punësorëve në Kosovë. Ndërsa në zyrat e sindikatës kemi për çdo ditë, do më thonë, numër të madh të sindikalistëve që vinë dhe diskutojnë për të drejtat e tyre. Do më thonë edhe për do më thonë ne ju dalemi në ndihmë, do më thonë në forma të ndryshme, do më thonë që ata me mri do më thonë atë që e meritojnë. Dhe nga këto, nga ajo që dëgjoni dhe nga reagimet që bëni, keni pasur rezultate deri më tani për ndryshimin e gjendjes së jetës së punëtorit në Kosovë? Po tash varet prej edhe natyrës së kërkesës së punëtorëve. Për shembull, në plot raste kur është bërë pa drejt, domethënë në momentin kur ne kemi ndërhyj, domethënë në forma të ndryshme atëherë, domethënë ajo është një farë formë është me njanu, kur është bërë presion për një ndru vendi punës ose me degradu dikon. Po për kushtet e punës, përveç në ndërtimtari ishte viteve të fundit diskutim i gjerë çështja e pallatit të drejtësisë në Hajvali, ku punëtorët kanë paraqitur problemet shumëta edhe shëndetësore për shkak të kushteve jo të mira të punës. Ato e kemi diskutuar disa herë edhe me përfaqësueshtë e BE-s, kur kanë qenë në zyre, sepse zakonisht ne i diskutojmë këto, domethënë në forma të ndryshme, për shembull kur është çështja e shëndetit frymorës, as konkret në pallatin e drejtësisë ose uji kontaminimum, për shembull komunale që minatorët domethënë pastrohen me atë ujë ose kushtet e punës që janë për shembull në korporatën energjetike, domethënë këto janë domethënë sfidat më të mëdha që ne si BSPK i paraqesim të gjitha organet edhe domethënë gjithë partnerët, po edhe partnerët e Kosovës, po edhe partnerët ndërkombëtar. Dhe në anën tjetër, sidomos në Prishtinë, kohëve të fundit vrejmë fuqi punëtore nga vendet të ndryshme të botës. Keni informacione për numrin e tyre në Kosovë dhe keni ndërmarrë diçka edhe për mbrojtjen e tyre? Po tash zakonisht sindikatat i mbrojnë punëtorët që kanë mrena për mrena. Ne e dim që është vërshu shumë, domethënë jo vetëm Prishtina, po dhe Kosovën e ke, domethënë me njerëz sidomos që po vinë prej krizave të luftës, ndoshta na kemi qenë një kohë, domethënë në njëjtën gjendje. Megjithatë, ata kanë të drejtat e tyre në vendin e punës. Po, ata kanë të drejtat e tyre, po, i kanë të drejtat mirë, po shumë interesant se kam taku disa prej tyre dhe i kam ofruar që të vinë dhe diskutojmë dhe kam pas shumë dëshirë që jo kam pas dëshirë, po është e nevojshme që edhe ata të kenë një organizim sindikal, kështu që për ne do të ishte shumë e lehtë që t'i shohim edhe problemet e tyre, se tash me ata që disa që i kam takuar dhe kam bisedu për ta, për shembull gjendja e Kosovës është e mirë, sepse punëdhënësi ja ofron një pagë që është jo shumë që i ndihmon atij, po i ndihmon edhe një vend ku ai mund të qëndrojë, ushqimin edhe për ta domethënë është krejt okay. Domethënë tash kur ata vinë prej krizave, prej vatrave të krizës, domethënë ndoshta këto çka i ofrohen domethënë për ta është një farë forme. Por kjo nuk nënkupton që ne mos jemi korrekt. Jo, unë tash edhe këto e përmana që ai e merr një pagë që nuk i plotson kushtet. Që nuk është e dinjitetshme. Po, që nuk është e dinjitetshme. Mirë, po gjatë asaj edhe tash gjatë asaj që kam diskutuar me ta, më kanë dukur shumë interesant, shumë punëtorë dhe shumë të këndshëm edhe shumë e dojnë punën. Domethënë, për neve domethënë janë shumë të mirësorë. Unë tash të njerëm të boj, i kam disa pika takimi me ta dhe po mundohem që të bëj diçka që t'i ofroj, domethënë mrena për mrena
sindikatës. Sepse nga njerë, dhe më thonë edhe të kjo çështja e sindikatave është pak interesante, për arsye se ne i mbrojmë vetëm anëtarët tonë. Për arsye se ata kanë një lloj obligimi ndaj neve, pagujnë një farë kvote, e kështu që na i mbrojmë. Domethënë nga njerë, domethënë merremi se ka, ndoshta më shumë që s'ka, që se janë në sindikatës edhe nga njerë nga ata mund të domethënë mund të sulmohemi në forma të ndryshme, sidomos media, kësi gjërash. Mirë po, ata që i kemë Po e promovoni më shumë antarësimin në sindikata? Po, patjetër, na gjithmonë ne i flasim, sepse ne jemi, domethënë, as Kosova edhe as një tjetër shtet nuk mundet me integru pa pas sindikata. Për arsye se sindikata nuk është që e prish shtetin, ajo i ndihmon shtetin, domethënë me ngritë cilësinë. Po, me cilësitë punës, sepse i tregon ku janë mangësitë. Domethënë, na nuk jemi të interesuar me luftë me kërkën. Domethënë po, ata na kanë neve një farë asetit që nuk na paguajnë, për shembull partnerët social, po merr informacione prej neve, domethënë se ku i kanë dobësit, ku mund të ecin gjëra përpara. Kështu që domethënë ne e promovojmë, domethënë kemi për shembull federata që janë antarësohen njerëz non stop, sepse ata ju ofrojnë trajnime të ndryshme, ju ofrojnë beneficione që aty ne ju duhet për ngritjen karrierë dhe punë të veta. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, çështja e trajnimeve dhe çështja e trajnimeve, çështja e trajnimeve dhe ne në fakt po mendojmë që ta ngrisim gradualisht ose shpejt do ta bëjmë edhe një shkollë sindikale, e cila shkollë domethënë do të ndikon shumë, domethënë fillimisht në mbrojtjen në punë, e më pastaj domethënë kur e shohim mbrojtjen në punë, besoj që domethënë edhe antarësimi do të jetë edhe më i madh, edhe pse në Kosova për numrin që ka, domethënë ka numrin e duhur, domethënë të antarëve për me vepru si sindikata. Sa herë shënohet 1 maj, ju sigurisht që keni mesazh për punëtorët. Cili është mesazhi juaj si vjet për punëtorët në vendin tonë, pra në Kosovë? Po, fillimisht punëtorëve tonë ju uroj fillimisht shëndet, që është shumë e rëndësishme. Një bashkëpunim, një organizim më i madh sindikal, domethënë për arsye se kur e kemi edhe organizimin, edhe jemi bashk atëherë, edhe të drejtat tona, domethënë do të respektohen shumë nga domethënë partnerët social. Ne falenderojmë shumë që ishit me ne. Ishte kënaqësi. Dashur miq, kjo ishte biseda sot me këtu te këndi i diskutimit. Shumë faleminderit që na ndoqët, mirëmbëjtje.